Mendoj se nga të gjitha miqësorët ishte përmbyllja e një faze, një mini faze përgatitore dhe them se ishte një mbyllje dinjitoze, duke ditë se çfarë kundërshtarit kishin përpara. Ishte një kundërshtar i cili jo vetëm që militon në Superligën e Kosovës, por pavarësisht klasifikimit, ishte një ndër skuadrat më aktive në merkatin e dimrit. Pra ajo siç keni mësuar edhe nga informacionet e ardhura me ardhin e Bërdaricit të kjo skuadër, ka mbledh disa lojtarë të cilët kanë qenë protagonista dhe faktor në Superligën shqiptare. Pra një skuadër me goxha strukturë brenda. Jam i kënaqur se si luajtën djemt, jam i kënaqur sepse edhe unë shikoj më mirë skuadrën në të tilla nivele kur ka përballë të tilla skuadra. Them se duhet vazhdojmë kështu, jo vetëm me punën e bëme, por duhet vazhdojmë kështu edhe me mënyrën e interpretimit lojës. Na presin disa sfida të forta, të cilat ne duhet të jemi një skuadër solide, jo vetëm në fazën sulmuese të lojës, por edhe në fazën defensive, dhe kjo ishte një eksperiencë e mirë kjo ndeshje miqësore, ku më ka dhënë me kuptu më së miri se çfarë duhet të rregulloj dhe çfarë është bërë mirë deri tani. Në 25 ditë, 5 ndeshje, pra në çdo 4-5 ditë një ndeshje, një ngarkesë do të thojë unë pak sa më e madhe se sa duhet, apo ka qenë strategjia juaja kjo? Jo, unë e kam kërku këto ndeshje me dojë mos, pra sa me tepër ndeshje të kenë sportistat aq më shumë konsolidojnë njëri me tjetrin. Gjithashtu dhe për afrimet e reja i bëhet mirë sepse ambientohen shpejt me grupin dhe njohin më mirë njëri tjetrin. Po edhe mënyra e fazës përgatitore kam ndërtuar të atill, pra ngarkesa të vinë nga ndeshja sepse është realiteti më i pastër i çdo sportisti ku mundet me marrë ngarkesë. Nga afrimet e janarit, spikati për mua Marku, një mbrojtës me mjaft eksperiencë, i cili shënoi edhe një gol, një opinion? Po, absolutisht po. Nuk është se Antonio ka vetëm besimin tim, ai ka besimin e gjithë skuadrës. Ne kam theksuar më përpara, është një afrim me vlerë, i cili ne na ka ndihmuar shumë, jo vetëm në fazën mbrojtëse, por edhe në këto standardet, se është një lojtar i cili shpeshherë bëhet protagonist në golat e tij. Sot kisha dhe mungesë edhe Marko Mollen, i cili edhe është një afrim i janarit, por në gjendje gripale e tij na bani që mos ishte e mujtën, po ashtu edhe Hilen. Kisha dy lojtarë të cilët ndoshta do kishim nevojë që të mëshin ato disa minuta, por gjithsesi me të gjithë lojtarët jam i kënaqur. Ka dhe ju dini se tashmë janë afruar dhe djemë të rinj të cilët po transmetojnë dëshirë dhe po shkrihen shpejt me grupin. Gjithsesi unë bashkë me stafin duhet shohim përpara dhe të jemi me kam tokë, të jemi të përqendruar dhe të jemi sa më tepër serioz në punën si bëjmë. Ndeshja radhës me Basanjën pas 2 ditësh. Po, është një ndeshje e cila ne tashmë fillojmë kampionatin, është një ndeshje ku ne duhet të tregojmë që nga fillimi i lojës dhe deri në marimin duhet të tregojmë se jemi skuadra vendit parë, një skuadër që në shtëpi nuk duhet të gabojë dhe kërkon që të bëjmë të mirën dhe të marrim një rezultat pozitiv kundër saj.